Forumi Shqiptar i Udhëheqjes 2026 i kthyer në një hapësirë frymëzimi, zhvillimi dhe ndikimi për të gjithë ata që duan të bëjnë ndryshime në komunitetet tona, në fushat ku shërbejmë. Kam kënaqësinë të kem në këtë intervistë pastor Driton Krasniqi nga Kosova, antar bordi i Forumit Shqiptar të Udhëheqjes. Faleminderit pastor për kohën tënde. Shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit për interesin. Shumë kënaqësi. Këtu në këtë ambient ku Forumi Shqiptar i Udhëheqjes 2026 po zhvillohet, a mund të na tregosh shkurtimisht për përfshirjen tënde? Në fakt është tani u bën kaq vite që Forumi Shqiptar i Udhëheqjes është duke u organizuar dhe kryesisht këtu në Durrës. Synimi i gjithë forumit ka mbetur që të ketë një gjithë përfshirje, pra të drejtuesve të krishterë nga Shqipëria dhe Kosova. Është ajo që unë e quaj një pikpjekje, është një vend takim i drejtuesve dhe si i tillë dallon ndoshta për një konferencë të zakonshme, për faktin se këtu synojmë ne të mësojmë nga njëri tjetri, jo thjesht të kemi spektator dhe ligjerues, por që ne të gjithë japim kontributin ton, të gjithë ne mësojmë nga njëri tjetri, dhe kjo mendoj që e bën kaq unik këtë forum, dhe kjo është arsyeja pse jam përfshirë për gjithë këtyre viteve. Mendoj që kjo i jep drejtuesve nga Kosova në veçanti tani, i jep një mundësi të ardë, të vinë, të mësojnë, por edhe të kontribuojnë nga perspektiva tyre, nga përvoja tyre, nga jeta, nga gjëra që ata kanë mësuar, dhe kjo e bën një vend shumë unik. Mendoj që drejtuesit nga Shqipëria kanë mjaft për të marrë, për të nxjerrur nga mësimet tona, dhe ana sjelltas ne kemi kaq shumë gjëra që ne mund të mësojmë, të kuptojmë nga drejtuesit në Shqipëri. Kështu që mendoj që nuk ka një vend më ideal se sa të kemi gjithë shqiptarët në një vend dhe bashkë të adhurojmë Zotin, bashkë të mësojmë nga njëri tjetri e kështu me radhë. Do të veçoje një moment specifik ose diçka që ty personalisht të ka prekur, ndoshta edhe gjatë sesioneve të kaluara? Në fakt ka shumë, sepse çdo vit është unik, ndonse formati mbetet i njëjtë, ligjeruesit, drejtuesit, ata që mësojnë, ata që japin mësim, gjithmonë janë të ndryshëm. Për shembull, unë do të veçoja, ishte mbrëm një që ndoshta do ta qunim si deklarat kështu e theksuar e folësit mbrëm. Ai tha: Krishterimi është i vetmi besim në të cilin për ulja sjell fitoren. Dhe mendoj që nëse reflektojmë pak më tepër, shohim që në të vërtetë është kështu. Tani kjo nuk është që është zbuluar ndonjë gjë shumë e madhe. Megjithatë, ishte aty dhe kjo duket sikur për një çast i hap syt e gjithë neve, gjithë drejtuesve. Dhe kjo është çdo vit është e tillë, çdo vit ka gjëra të mira, çdo vit ka gjëra të bukura, çdo vit mesazhe të reja nga njerëz të ndryshëm që vërtet më bën shumë entuziast për forumin. Pastor, pse mendon se ky forum është i rëndësishëm specifikisht për të rinjtë e liderët e krishterë shqiptar? Ndoshta e thash pak më herët para se e bëre pyetjen. Shiko, forumi është mjaft unik. Pra është një vend ku ne vim, mësojmë nga njëri tjetri, ne marrim dhe ne japim, na jepet mundësia për të dhënë nga përvoja jonë, nga mësimi jonë, nga gjëra jonë, nga arritjet tona, qoftë nga fusha akademike, qoftë nga fushat e përvojës, dhe kjo pastaj është e ndarë në rrjete të ndryshme, dhe secili prej rrjeteve prek një sektor të veçantë të jetës. Për shembull, nuk mund të mos e përmend rrjetin politika dhe shoqëria në cilën i kam qenë i përfshirë gjatë gjithë këtyre viteve. Ne sjellim njerëz të përvojës nga kjo sferë jetësore, dhe ata sjellin përvojat e tyre të përfshirjes në shoqërinë civile. Kjo pastaj i jep një frymëzim të ri, na mëson gjëra nga përvoja e tyre. Dhe kjo në këtë mënyrë krijon një momentum për ne të gjithë që të jemi gjithnjë më të pajisur në thirrjen tonë, gjithnjë më të pajisur në realizimin e ëndrrës tonë, në realizimin e thirrjes, në realizimin e asaj çfarë Zoti na ka thirrur të bëjmë. Kështu që kjo është, mendoj, një pjesë shumë jetike
për çdo drejtues të krishterë, sidomos për ata të rinj. Po, pavarësisht sepse mendoj që ka një rregull tashmë që është e ditur. Në momentin që ne ndalojmë së mësuari, është momenti kur ne ndalojmë së drejtuari. Pra, për një drejtues çdo ditë duhet të mësoj, duhet të jetë i gatshëm të mësoj. Mësimi vazhdon gjithë jetën. Dhe në momentin që ne nuk mësojmë, është momenti që ne nuk drejtojmë më. Prandaj është kaq kritike, mendoj se si rrjet, kaq kritike si forum dhe kaq kritike për drejtuesit që të jenë pjesë e tij në vazhdimsi. Pastor Dritoni, duke qenë se vjen nga Kosova, si e shikoni zhvillimin e udhëheqjes në Kosovë, të paktën vitet e fundit? Kemi nevojë ka shumë për udhëheqje dhe mendoj që gjithandej në botë udhëheqja ka nevojë për të përmirësuar në vazhdimsi. Mendoj që njëra prej gjërave që ne po shohim në Kosovë, që mendoj që është e mirë, kemi ngritje graduale, por kemi një ngritje të drejtuesve të ri, të njerëzve që po marrin guximin për të udhëhequr, të njerëzve që po i përgjigjen thirrjes së Zotit. Thirrja e Zotit është për të gjithë njerëzit, por ajo që shohim në përgjithësi në botë sot ka një krizë në përgjigje të thirrjes së Zotit nga ana e brezit të ri. Brezi i ri është duke kërkuar tashmë siguri, gjitha gjërat nuk mund të bëjnë ashtu sikur ka bërë brezi jon. Ne kemi vazhduar, kemi ecur me besim, kemi thënë Zotit po dhe nuk e kemi ditur çfarë për nga gjërat vijnë, nga vijnë burimet, nga vijnë gjërat, por i kemi të besuar Zotit. Brezi i ri duket që ka një tjetër mentalitet, ka zhvilluar një mentalitet që pret që të sigurohen një mori gjërash para se ata i thonë Zotit po. Dhe mendoj që kur shohim në Kosovë këtë brez të ri, njerëz që i thonë Zotit po dhe duan të shërbejnë Zotit, pavarësisht rrethana, pavarësisht se kultura rinore duket që është ti nuk mund ta bësh një gjë të tillë pa qenë i sigurt 100% që ke gjitha resurset. Kjo është shumë inkurajuese dhe kjo me motivon, kjo me bekon shumë. Po. Ti në fakt e përmende pak më parë kur të pyeta unitetin mes kishave, mes shqiptarëve në Shqipëri e në Kosovë. A është vërtet ky forum një urë bashkëpunimi me Shqipërinë e Kosovës, pra me Kosovën ne jemi bashkë dhe duhet jemi bashkë apo jo? Unë jam i thtar gjithmonë i asaj që Shqipëria dhe Kosova duhet të organizojnë sa më tepër takime të tilla. E kam bërë këtë me vite, jam jethtar i kësaj, nuk e shoh këtë për perspektivës politike, përkundrazi, e shoh për perspektivës komplet shpirtërore dhe para se ne kemi çdo bashkim tjetër, ne duhet të kemi bashkimin shpirtëror. Mendoj që edhe rilindasit që ndronin në këtë, para se ka një zgjim tjetër, ne duhet të kemi zgjimin shpirtëror. Dhe prandaj është mendoj shumë e rëndësishme për ne, për brezin ton, që ne të përafrojmë sa më tepër e të kontribuojmë pozitivisht që të rinjt, drejtuesit e kishave të ndryshme të jenë sa më të përbashkuar, që ne të shkëmbejmë sa më tepër vizita dhe që ky të jetë një kohë kur ne njohim njëri tjetrin, kur ne ndërtojmë urat e miqësisë, urat e bashkëpunimit dhe që pastaj gjëra tjera, ato politike, ato vinë natyrshëm. Pastor, si e shikoni nevojën për një udhëheqje të shëndetshme në shoqërinë e sotme? Udhëheqja e shëndetshme është udhëheqja biblike. Unë mendoj që ajo që ne po përjetojmë gjithnjë më tepër jo vetëm në një vend të caktuar, jo vetëm në Shqipëri ose në Kosovë, por mendoj që në gjithë këtë hemisferën tonë është ndikimi i parimeve, i principeve, i mënyrës së drejtimit sekular brenda kishës. Dhe ne mendoj që kemi kopjuar, duke që po kopjuam gjithnjë më tepër këtë model. Në vend që të jetë kundërta, ne kemi kopjuar modelin që gjithçka duhet të jetë në një dukje dhe sa më spektakolare që gjëra duken që janë aq më të suksesshme. Mendoj që kjo është një keq kuptim i mënyrës së udhëheqjes. Dhe unë mendoj që ne drejtuesit duhet të kthehemi tek mënyra biblike e udhëheqjes, sepse ka gjëra të cilat ne duhet t'ja ofrojmë shoqërisë e jo e kundërta. Unë mendoj që kisha është vendi i cili ofron gjithë infrastrukturën morale për një qeverisje të mirë në botën që na rrethon dhe nuk është e kundërta. Pra, kisha e ka përgjigjen
për dhimbjen në të cilën bota ndodhet sot. Dhe këtu drejtuesi duhet të jenë në nivelin e detyrës për të kumtuar atë që ata kanë, atë që Zoti Jezus na ka dhënë. Na ka dhënë fjalën që është burimi i çdo mençurie për te çdo mençurie njerëzore. Dhe kjo mendoj që e ofron pastaj gjithë alternativen, gjithë përgjigjen për pyetjen cilën bota është duke u sjellur në një vorbull dhe nuk arrin të gjejë përgjigjen edhe daljen prej saj. Prandaj, mendoj që në këtë rast ne kemi nevojë ka shumë për drejtues që gjithmonë i përgjigjen thirrjes së Zotit, sepse kisha e Jezus Krishtit e ka përgjigjen për dhimbjen në të cilën bota ndodhet sot. Kush janë disa cilësi kyçe që ti do të veçoje për një lider? Ti vetë je një lider. Unë mendoj që çdo lider, para se gjithashtu duhet të jetë biblik, duhet të qëndrojë besnik thirrjes së Zotit, dhe sa më afër që ne i qëndrojmë fjalës së Zotit, ne e njohim karakterin e Zotit. Duke njohur karakterin e Zotit, ne e reflektojmë pastaj karakterin e Zotit, sepse duam t'i ngjasojmë atij. Dhe gjëja e parë që unë do të theksoja për çdo drejtues në botën që na rrethon, kudo, duhet të jetë i përkushtuar i dhënë pas njohjes së fjalës së Zotit. Unë mendoj që është pamundur për një drejtues që të jetë drejtues i mirë fillt nëse nuk e njeh fjalën e Zotit. Dhe kjo mendoj që është kritike. Fjala e Zotit Bibla thotë se goja e priftit duhet të tregojë dituri, dhe kjo mendoj që është kritike për një drejtues. Pastaj gjëja e dytë që unë mendoj që një drejtues duhet ta ketë si parim jetësor është, duhet të qëndrojë sa më afër Zotit, sepse sa më afër që ne qëndrojmë Zotit, aq më tepër Zoti qëndron afër nesh. Dhe kur ne jemi në këtë afërsi me Zotin Perëndin ton, kjo na bën neve që pastaj të reflektojmë gjithë perëndishmërinë. Dhe kur ne reflektojmë perëndishmërinë, kjo është sipas vullnetit të Zotit. Dhe gjëja e tretë që unë do të theksoj është që ne duhet të jemi të ndjeshëm. Ne duhet të jemi një drejtues, duhet të jetë i ndjeshëm për atë që na rrethon. John Stott përmendet vazhdimisht që kishte thënë që një drejtues i krishterë duhet të mbajë në njërën dorë duhet të mbajë Biblën, në dorën tjetër duhet të mbajë gazetën. Një drejtues i krishterë duhet të jetë i mirë informuar për gjërat që na rrethojnë, duhet të jetë i informuar për zhvillimet rreth nesh, jo domosdoshmërisht për të përfshirë në to, por që të jetë i informuar që t'i sjellim ne gjitha brengat pastaj përpara Zotit. Pse? Sepse ne jemi të thirrur për qenë ndërmjetës për këtë vend, ne jemi të thirrur për qenë ndërmjetës për ndërmjetësuar për popullin ton, për vendin ton, për shoqëritë tona. Dhe ne këtë mund ta bëjmë ndërsa ne jemi të informuar për gjërat që na rrethojnë, por paralelisht duke njohur shumë mirë edhe fjalën e Zotit, sepse gjitha gjërat duhet të maten me fjalën e Zotit. Të falenderojmë pastor për ndarjen e këtyre vlerave me ne dhe shumë suksese në punën tënde, shërbesën tënde. Shumë faleminderit edhe juve për interesimin që po tregoni për forumin. Ju jemi shumë mirënjohës dhe mendoj që nëse ky lajm transmetohet gjithandej do të jetë shumë e mirë që sa më tepër drejtues të jenë të përfshirë në këtë, sepse mendoj që është një mënyrë e duhur, një vend i mirë, një pikë pjekje shumë e mirë e drejtuesve bashkëshqiptar. Faleminderit e bekime. Shumë faleminderit edhe juve.